Do ta pyes Ragip Hasanin prej nga na vjen për shikuesit tonë, kanë dëshirë me ndëgju dhe me të shikuar se prej nga na vjen edhe Vijnë nga fshati Likast, komuna Skënderajt. mirë shumë. Te trungu familjari juaj, a ka patër dikush që është marrë me çështjen e folklorit, me instrumenta apo? Po vllau Konrapsat, vllau i madh, edhe unë se ju Islam Hasani. Prej kur ti ke filluar si rapsot? Po unë kom fillu qysh fëmijë të këndoj se ai me ta bashk, kur më mojshin ahenge, edhe tani kom fillu në koncerta në shkollë, këna knu, dhe tani më dollë rapsat, kom knu me rapsot e tjerë, po. me rapsat e tjerë. A të kujtohet dorës më parë, ku ishte për ty? Po, në Verboft, Në Vërbos, në cilën logjë? të Praksht. Te Prëksht e Vërbostit, Drënasit. Po. Me ko isha aty në dorës? Me Suleman Morinën këna knu edhe me një besnik Spahijën tre shumë. E të kajt ata dy? Ata Suleman Morina është i Glabarit e ai i Mitrovicës. E të kujtohet dhe kënga parë që ke mësu, cila isha ajo? Vallaj, ju. Nuk të kujtohet. Nuk kom kujtuar. Do të thotë gjitha këngë që i ke mësuar janë këngë të bukura, të cilat po përcillen sot në përbreza.